Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 14 këtu në Blu Televizion. Do të ndjekim së bashku zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisi me aktualitet. Vlora qel zyrtarisht sezonin veror 2026 me moton Val On, energjia e parë e verës. Për 2 ditë, qyteti bregdetar do të sjellë një atmosferë ndryshe përmes aktiviteteve të shumta, të cilat kanë nisur këtë të shtunë dhe do të vijojnë dhe gjatë dielës. Për mediat, kryetaria e bashkisë Brunilda Mersini ka prezantuar aktivitetet festive që do të sjellin atmosferë festive për qytetarët dhe turistët. Val On, energjia e parë e verës, Vlora qel zyrtarisht sezonin turistik 2026 me këtë moto. Për 2 ditë me radhë, në datat 9 dhe 10 maj, qyteti bregdetar do të sjellë një atmosferë ndryshe përmes aktiviteteve të shumta, të cilat kanë nisur qysh këtë të shtunë e do të vijojnë gjatë mbrëmjes të shtunës si dhe për gjatë ditës së diel. Në një prononcim për mediat, kryetaria e Bashkisë së Vlorës, Brunilda Mersini, prezantoi aktivitetet që do të zhvillohen në këto 2 ditët e çeljes së sezonit turistik. Mbrëmjet festive do të shoqërohen me ritmet e muzikës nga emra të njohur të skenës shqiptare, duke sjellë atmosferë festive për qytetarët dhe turistët. Data 9 edhe 10 maj do të jenë 2 ditët ku Vlora do të çelë sezonin turistik, me një gamë të gjerë aktivitetesh ku sot dita i është kushtuar pikërisht fëmijëve dhe siç e shikoni këtu ka stenda sportive për fëmijët, diku janë hapur loret e volejbollit, diku shahu, diku teatri i kukullave, pra një gamë e gjerë aktivitetet ku janë përfshirë fëmijët. Dhe totalisht mbasdita do të jetë e inkuadruar për një gamë të gjerë aktivitetesh ku çdo fashe komuniteti do ta gjejë veten. Ora 17 në këtë skenë të mrekullueshme do të jetë sfilata e miseve me veshje franceze, pra ajo është International Fashion Week që është çelur si pari në Tiranë dhe do të vazhdojë në Vlorë, dhe Nik Xhelilaj me Luana Vjolcën në ambientet e kinemasë së Vlorës do të shfaqin filmin e tyre, dhe pastaj në orën 18 me panairin e mrekullueshëm të artizanëve të Vlorës, ku gjithë komuniteti vlonjat dhe të ftuarit do të kenë mundësinë të shikojnë punimet e mrekullueshme të artizanëve vlonjat. Pastaj si pari i festave do vazhdoj me atë që ju e keni 3 ditë që e shijoni me sfilatën edhe ndarjen e çmimeve të Alketi Slanimit pranë Marina Bayt, ambientit të Marina Bay do ndahen çmimet, dhe po kështu në orën 20 do të kulmojë mbrëmja me fillimin e koncerteve ku zërat më të fuqishëm të muzikës shqiptare shpresoj do të bëjnë një spektakël. Dita e nesërme do të vazhdoj përsëri me një gamë të gjerë aktivitetesh dhe po ashtu Balina Bodinaku sot në orën 7:19 do të ketë një shfaqje të mrekullueshme për gjithë jetën e Tefta Tashko Koços dhe ne mezi e presim dhe atë shfaqje, dhe dita e nesërme do të fillojë ritmi i muzikës me këngëtar përsëri të preferuar ku rinia shqiptare do të shijojë kërkesën e tyre, pra rinia vlonjate ka pas një kërkesë të veçantë për gjithë muzikantët, po sidomos për këngëtarin Noizi. Ashtu si në çdo sezon, po si vjet ne kemi dhënë një ritëm Vlorës me atë që quhet Val On, pra çdo gjë do të jetë on. Shpresoj të sfidoj motin, sepse dije që ne kishim përgatitur shumë aktivitete, moti i prishi gjithë planet tona, por sot, siç e shikoni, dita ka nisur më qetë, shpresojmë që moti nuk do të bëhet pengesë për aktivitetet. Mersini ka theksuar se Vlora pret një sezon edhe më cilësor këtë vit. Aktualisht qyteti numëron rreth 20.000 shtretër akomodimi, ndërsa gjatë verës pritet të shtohet njësi të tjera, për shkak të interesit të lartë dhe prenotimeve po ashtu të larta nga turistët vendas edhe të huaj. Vlora është kthyer në epiqendrën e gjithë prenotimeve tashmë, gjithë operatorët turistikë në pritshmëritë e tyre janë të kënaqur sepse i ka kaluar të paktën numrin e deri tani numrin e njerëzve që kanë vizituar 10 Vlorën. Tashmë ne kemi të regjistruar 20.000 shtetër në qytetin e Vlorës, dhe pastaj këto janë shtetër hotelerie, por Airbnb dhe ato që janë në platformat e booking nëpërmjet shtëpive e rrisin këtë numër, dhe pa diskutim Vlora si vjet në pjesën e Orikumit dhe Radhimës janë shtuar otele dhe njësi të reja akomoduese, të cilët pa diskutim rrisin kapacitetet. Vlora qel zyrtarisht sezonin turistik veror 2026 me 2 ditë plot aktivitete, më 9 dhe 10 maj, duke i hapur rrugë edhe një sezoni ku qyteti pritet të jetë sërish epiqendra e turizmit shqiptar.
Gjatë një interviste për Blu Televizionën, kryetarja e bashkisë Irena Toshkallari ka detajuar agjendën festive me aktivitetet sportive dhe kulturore, të cilat sipas saj synojnë të përfshinë çdo moshë dhe ta kthejnë Vlorën në epicendrën e festimeve. Vlora çel zyrtarisht sezonin turistik, një sër aktivitetesh sipas nënkryetarës së Bashkisë së Vlorës, Irena Toshkallari, janë parashikuar të zhvillohen për gjatë 2 ditëve në vazhdim. Aktivitetet si sportive, kulturore dhe festive sipas Toshkallarit kanë nisur pak ditë më parë dhe po vazhdojnë. Qëllimi i aktiviteteve të tilla sipas nënkryetares së Bashkisë është të përfshinë çdo moshë dhe ta kthejnë Vlorën në epicendrën e festimeve. Toshkallari tregon se moti i përkeqësuar ka ndikuar sigurisht në zhvillimin e tyre, por pritshmëritë janë që qyteti të përjetojë një festë të vërtetë. Qysh prej fillimit të majit ka nisur një sër aktivitetesh të cilat kanë qenë gjithëpërfshirëse, duke përfshirë si të rinj, duke përfshirë grup mosha të ndryshme, duke përfshirë artistët, sportin, kulturën. Qëllimi ka qenë që të kishte një sër larmishmëri dhe të diversifikuar në mënyrë të tillë që gjithë secili të gjejë veten në aktivitete të ndryshme. Ndërkohë që tani zyrtarisht, ditën e sotme dhe të nesërme janë 2 aktivitetet kryesore ku janë koncertet e mëdha, njëkohësisht dhe në spotet e caktuara të qytetit ka aktivitete sportive. Aktualisht jemi këtu në zonën e plazhit të ri, sikurse mund të shikoni janë një sër disiplinash nga grup mosha të ndryshme, nga qendra kulturore fëmijëve, nga pallati i sportit, nga ekipet sportive kokshi në përshkolla, pra një sër aktivitetesh dhe mbështetje njëkohësisht nga prindrit dhe fëmijët e këtyre grupeve. Mbrëmja do të pasojë me një panajir të produkteve lokale dhe artizanale për të vijuar më tej me teatrin e kukullave dhe në koncertin e madh që do të fillojë prej orës 8 deri në mbrëmje në orët e vona të mbrëmjes dhe për të vijuar më tej ditën e nesërme, po ashtu me emra të tjerë të rëndësishëm të kulturës. Ne kishim planifikuar që ditën e premte të ishte dita e parë që do të bëjë aktivitet i madh. U detyruam që të shtyjmë me një ditë aktivitetin, duke ndërprerë njëkohësisht dhe aktivitete sportive, se sikurse jeni në dieni kanë filluar që prej ditëve të para të javës aktivitetet sportive në plazhin e ri dhe në hospote të ndryshme të qytetit. U detyruam të ndërprenim, por sikurse janë vlonjatët, rikthehemi sërish dhe me një atmosferë akoma më të fuqishme. Sipas Toshkallarit, pritshmëritë për sezonin turistik janë pozitive. Nga raportimet me operatorët turistik, Irena Toshkallari tregon se pritet një bum turistësh, duke thyer shifrat e viteve të kaluara. Sipas saj, qëllimi i Bashkisë së Vlorës është të qëndrojë pranë dhe në mbështetje në çdo tur operatori, duke bërë që ata të ndihen komod për pritjen e turistëve të shumtë. Faktikisht, ashtu sikurse ka përmendur dhe kryetarja e bashkisë, qëllimi është që mos kemi një ditë veçantë ku ne themi sot çelim sezonin turistik. Shtrirja dhe zgjerimi i tij është objektivi i Bashkisë Vlorë dhe titullares të institucionit. Megjithatë, bindur nga koha, bindur nga diskutimet që kemi pasur me operatorët turistik, ky sezon turistik do të jetë edhe më premtues. Shpresojmë po, objektivi jonë është të jemi mbështetje institucionale për të gjithë operatorët turistik në mënyrë të tillë që ata të rrinë objektivat e tyre. Për 2 ditë me radhë, festimet për çeljen e sezonit turistik do të kulmojnë me 2 koncerte festive me emrat MNZ të muzikës. Ngjarja e rëndë në fshatin 6 të Sarandës, drejtori i policisë së Vlorës Elidon Çela me anë të një deklarate publike ka informuar për zbardhjen e vrasjes së biznesmenit Recep Ismaili në lokalin në pronësi të tij. Çela konfirmoi se vijojnë hetimet intensive për zbardhjen e plotë ngjarjes si dhe kërkimet për lokalizimin dhe kapjen e shtetasëve të shpallur në kërkim. Ngjarja e rëndë që tronditi Sarandën ku mbeti i vrarë 66 vjeçari Recep Ismaili mund të kishte qenë një masakër e vërtetë. Vrasja e 66 vjeçarit në Sarandë ngriti në këmbë organet ligjzbatuese, të cilat me në krye policinë e Sarandës dhe njësinë speciale të hetimit të krimit. Brenda 24 orëve identifikuan autorët teksa dokumentuan nëpërmjet kamerave të sigurisë ngjarjen. Elidon Çela, drejtuesi i policisë së qarkut të Vlorës, në një deklaratë për mediat sqaron se 6 persona mes tyre, Konstantin Vogli dhe Lulzim Tabaku, kanë shkuar në lokalin e Ismailit aty ku viktima ka qenë i ulur me Tori Ruçin dhe disa të tjerë. Pas debatit me fjalë që ka degraduar në sherr fizik, Recep Ismaili ka marrë një armë zjarri Kalashnikov dhe ka goditur drejt personave që ishin futur në pronën e tij. Në daljen nga lokali me armë zjarri pistolet është përgjigjur Lulzim Tabaku, i cili ka qelluar një herë duke kapur Ismailin në kokë dhe duke lënë të vdekur në vend. Çela sqaron se nga kjo ngjarje ka mbetur i plagosur edhe Konstantin Vogli. Ngjarja ka ndodhur kryesisht në fshatin 6, në ambientet e lokalit në pronësi të shtetasit RI, ku mbeti me i vrarë me armë zjarri shtetasi RI, 66 vjeç, si dhe u plagos shtetasi KV. Si rezultat e veprimeve timore, u bë mundur identifikimi i autorit të dyshuar të vrasjes, si dhe zbardhja e dinamikës së ngjarjes. Gjithashtu, vetëm pak momente më parë,
është bërë mundur shoqërimi i shtetasit plagosur KV, i cili aktualisht po merr ndihmën mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në vijim, ky shtetas do t'i nënshtrohet procedurave penale. Nga hetimet rezultoi se mbrëmjen e djeshme, shtetasit LT, IC, EM, KV, MA dhe ESH kanë shkuar në lokalin e viktimës dhe janë drejtuar te tavolina ku ndodheshin shtetasit TM, i shoqëruar nga viktima dhe persona të tjerë të pranishëm, duke filluar menjëherë konfliktin me sende të forta. Gjatë konfliktit dhunshëm, rezulton se viktima RI ka marrë një armë zjarri automatik dhe ka qelluar në drejtim të shtetasve të përfshirë në konflikt. Në vijim të ngjarjes, dyshohet se shetasi LT ka qelluar me armë zjarri pistolet në drejtim të shtetasit RI, i cili përpasoj ka humbur jetën në vendngjarje. Gjithashtu, gjatë shkëmbimit të zjarrit ka mbetur i plagosur në këmbë dhe shetasi KV. Pas ngjarjes, të gjithë shtetasit përfshirë në konflikt janë larguar nga vendi i ngjarjes. Ndërkohë, dyshohet se vllai i viktimës, shetasi HI, ka larguar nga vendngjarja dhe fshehur armën zjarrit automatik së bashku me një krër me ishte fishek, të cilët më pas u gjetën nga strukturat e policisë dhe u sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Gjithashtu, u sekuestruar provat të tjera materiale, konkretisht një automjet tip Audi Q8 dhe fishek dhe gëzhoja të kalibrave të ndryshme dhe sende të tjera që do të shërbejnë vijimit të hetimeve. Gjatë kontrollet të mëtejshme, në fshatin Ivic, u gjeti braktisur motomjeti, me cilin dyshohet se është larguar nga vendngjarja autori dyshuar, shetasi LT. Po ashtu në lagjeni Saran, u gjet dhe u bllokua një automjet tip Audi, i cili dyshohet se është përdorur nga autorët dhe personat e përfshirë në këtë ngjarje. Në përfundim të veprimeve të para hetimore, u shpallën kërkim shtetasit. LT, 37 vjeç, për veprat penale, vrasje me dashje dhe armbajtje pa leje. IC, 40 vjeç, EM, 19 vjeç, KV, 31 vjeç, MA, 22 vjeç, ESH, 21 vjeç, për veprat penale, kanose dhe shkatrim i pronës. Si do procedura penalisht, shetasi HI, 60 vjeç, vllai i viktimës. Elidon Çela, drejtuesi i policisë i Qarkut Vlorë, thotë se policia po heton disa prej pistave të hetimit, ku kryesor është konflikti mes disa shtetasve. Sipas Çelës, pronari lokali nuk ka pasur përfshirje në konfliktin që ishte mes shtetasve Konstantin Vogli dhe Tori Ruçi. Çela thotë se nuk përjashtohet as pista e largimit të autorit jashtë vendit. Vijojnë hetimet intensive për zbardhjen e plotë të dinamikës së kësaj ngjarje, si dhe kërkimet intensive për lokalizimin dhe kapjen e personave të shpallur kërkim. Në këtë kuadër, ftojmë qytetarët të bashkëpunojnë policinë për të çdo informacion të mundshëm që do të na çojë në kapjen e personave të shpallur kërkim, si dhe për parandalimin e çdo veprimi të palishëm. Policia e Qarkut Vlorë mbetet maksimalisht e angazhuar në luftën kundër kriminalitetit dhe garantimin e rendit dhe sigurisë në qark për qytetarët, turistët dhe vizitorët. Motivet e ngjarjes janë duke votuar aktualisht, dyshohet se konflikti ka qenë me shtetasin TM dhe pronari lokalit nuk është përfshirë direkt në këtë konflikt, por më pas nga degradimi i konfliktit dhe përdorimi i armës zjarrit ka mbetur i vrarë pronari lokalit. Gjithsesi, hetimet do përcaktojnë motivet e sakta dhe të vërteta të kësaj ngjarje. Dyshohet se autori mund të kenë kaluar kufir? Jemi duke analizuar çdo informacion, jemi duke ndjekur disa pista të hetimit, aktualisht personat e shpallur dhe kërkim, dhe në momentin që do ketë diçka konkrete në këtë drejtim, do bashkëpunohet dhe me autoritetet homologe të shteteve të fqinje. Ndërkohë, i plagosur nga kjo ngjarje ka mbetur edhe shtetasi Konstantin Vogli, i cili është sjellë drejt Spitalit të Vlorës për ndihmë mjekësore. Një lokal në zonën e Radhimës u përfshi nga flakët mbrëmjen e së premtes, ndërsa zjarri u përhap deri në Kodrën pranë tij. Forcat zjarrfikse dhe shërbimet e policisë bën të mundur shuarin e zjarrit dhe sigurimin e banorëve të zonës. Një lokali ishte vendosur flaka, ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së premtes në Radhim, aty ku sipas burimeve të policisë dyshohet se kemi të bëjmë me një zjarrbënje të qëllimshme, për shkak se fillimisht flakët kanë filluar nga pjesa e lokalit, duke u shpërndar më pas gjithandej. Konfirmohet dhe fakti se përgjatë kësaj periudhe të vitit, sipas burimeve të policisë, lokali nuk ishte në funksion. Ndërkohë problematike ka qenë situata dhe për menaxhimin e zjarrit, flakët nga pjesa e lokalit janë shpërndar më pas edhe në pjesën e Kodrës, duke u përhapur me shpejtësi, edhe si rrjedhoje favorizimit të erës. Në Radhim kanë mbritur 2 automjete zjarrfikse, si dhe disa efektiv, të cilët kanë vepruar dhe nga ana e rrugës, duke shuar flakët tek lokali, por njëkohësisht edhe duke u ngjitur në pjesën kodrinore, ndërsa janë fikur vatrat e zjarrit të shpërndara në Kodër. Një biçbar dyshohet se ishte vendosur flaka qëllimisht në zonën e Radhimës. Kamerë
me një forca zjarfikse të cilat po punojnë për shuarjen e flakëve pasi po përapen edhe në pjesën e kotës. Rreziku është konstant për shkak se flakët po përapen në pjesën e sipërme të Byçvarit, duke e vështirësuar edhe aty ndërhyrjen për shkak edhe të terrenit. Pas rreth 60 minutash në luftë me flakët, efektivët zjarfikës ja kanë dalë të shuajnë totalisht të zjarin e vendosur, të dyshuar qëllimisht. Fatmirësisht nuk ka të lënduar në njerëz, por dëmet materiale janë të shumta. Prej lokalit të djegur tashmë nuk ka mbetur asgjë. Paketa e maleve, fluks aplikimesh në bashkinë e Imarës. Gjatë një interviste për Blu Televizion, kryetari i bashkisë Vangjel Tavo theksoi se njësitë administrative Hor, Vranish dhe Lukov, interesi i konsiderueshëm nga banorët dhe investitorët. Aktualisht ka përfunduar faza e parë e projektit, e cila lidhet me studimin e zonave zhvillimore dhe që janë ngritur grupet e terrenit. Paketa e maleve ka sjellë një numër të lartë aplikimesh edhe në bashkinë e Imarës. Kryetari i bashkisë Imarës, Vangjel Tavo, ka theksuar se në njësitë administrative Hor, Vranish dhe Lukov ka patur interes të konsiderueshëm nga banorët. Sipas tij, tashmë ka përfunduar faza e parë e projektit, e cila lidhet me studimin e zonave zhvillimore, ndërsa janë ngritur nga bashkia edhe grupet e terrenit që do të ndjekin nga afër procesin e zbatimit. Ka patur shumë aplikime, edhe në njësinë Hor Vranish, edhe në njësinë Lukov dhe në njësinë e Imarës. Ka përfunduar faza e parë e aplikimeve, cilat është marrë edhe, pra është bërë edhe vendimi i Këshillit Ministrave për këto zona zhvillimore, sipas interesit që kanë shfaqur banorët. Ndërkohë është në proces, vazhdon, mund të ketë dhe aplikime të tjera, ku përsëri do të konsiderohen si pjesë e zonave zhvillimore, pra e fazës së parë, le ta quajmë kështu. Ne dje miratuam dhe komisionet e terrenit që përbën fazën e dytë, verifikimit në faktik në terren të shprehjes së interesit për çdo banor që ka shprehur interesin. Kështu që paralelisht po ecim me fazën e dytë, ndërkohë që faza e parë nuk është mbyllur, vazhdon akoma me shprehje interesit të banorëve për zona zhvillimore. Ndërkohë dua të bëj një parantezë, ky ligj për paketën e maleve nuk duhet keq interpretuar dhe mos mendoj njëri që e kam thënë në takime me publikun, me banorët dhe në gjës publike, mos mendoj njëri se është bërë detikos. Janë ato kritere ligjore të cilat ne do t'i qëndrojmë strikt. Pra, siç thot ligji, duhet të kesh pjesë të trashëgimisë tënde, një sipërfaqe kullësore ose pyjore ose mal, pra, ose ta kesh në posedim prej më shumë se 10 vitesh me kritere dhe me dokumenta ligjor shtetëror. Pra, nuk duhet mendoj njëri që u hap kjo paket malesh dhe unë do vi nga Gjirokastra dhe do marr një sipërfaqe për ta zhvilluar në Himar. Kjo nuk do të ndodhi. Kryetari i bashkisë Imarës, Vangjel Tavo, bëri ditur se deri më tashmë janë regjistruar më shumë se 300 aplikime, ndërsa procesi vijon ende. Ai theksoi gjithashtu se paketa e maleve nuk duhet keq kuptuar, pasi çdo investim dhe zhvillim do të realizohet duke respektuar të gjitha ligjet dhe kriteret strikte të parashikuara. Janë rreth 300 aplikantë në gjithë bashkinë, rreth 300, mund të jenë pak më pak, pak më shumë, dhe janë disa zona, sepse në një zonë mund të jenë disa aplikantë, dhe janë disa zona të cilat sikur se thash janë miratuar me vendim të Këshillit Ministrave, kështu që kjo është faza e parë. Ne kemi bërë hartat përkatëse të zonave zhvillimore në bashkëpunim me institucionet shtetërore qendrore dhe është bërë miratimi i fazës parë. Faza e dytë pastaj ka domethënë është paksa më komplekse, sepse fillojnë domethënë qytetarët që kanë shprehur vullnetin, kërkesën, kanë bërë kërkesën për paket malesh për të marrë një zonë të caktuar për ta zhvilluar, duhet të sjellin tashmë gjithë dokumentacionin, gjithë argumentat për ta përfituar këtë pjesë. Kështu që është paksa më komplekse për të arritur pastaj tek miratimi në Këshillin e Bashkisë dhe për ta nisur pastaj në Ministrinë e Pushtetit Vendor dhe kështu me radhë derisa të vi përsëri momenti për marrjen e lejes zhvillimore.
Paketa e maleve ka ngjallur interes të madh në shumë zona të vendit, përfshirë edhe Bashkinë e Himarës, ku pritet të ndikojë në zhvillimin ekonomik dhe turistik të zonave me potencial dhe resurse natyrore të konsiderueshme. Dita e 9 majit i atribuohet formimit të Bashkimit Evropian nga 6 shtetet e para themeluese. Në këtë ditë të Europës, kreu i shtetit Barian Begaj është shprehur se duhet të nderojmë ata që bën realitet Bashkimin Evropian, ndërsa për kryeministrin Edi Rama, Shqipëria sot është më afër se kur familjes evropiane. Dita e 9 majit i atribuohet formimit të Bashkimit Evropian nga 6 shtetet e para themeluese: Italia, Gjermania, Belgjika, Holanda, Luksemburgu e Franca. Formimi i Bashkimit Evropian ishte vizioni i ministrit i jashtëm francez të kohës, Robert Schuman. Presidenti i Këshillit të Evropës, Antonio Costa, i është drejtuar Shqipërisë me një mesazh. Costa thotë se ardhmja e Shqipërisë është në Bashkimin Evropian, referuar edhe përparimit të konsiderueshëm në negociata. Ne besojmë se ardhmja juaj është në Bashkimin Evropian, po bëhet shumë punë e vështirë për ta bërë këtë të ndodhë. Shqipëria ka bërë një përparim të konsiderueshëm të negociatave gjatë vitit të kaluar. Ju inkurajoj të vazhdoni me vrrullin e reformave. Së bashku do të ndërtojmë një të ardhme të përbashkët europiane, Roft Europa, tha ndër të tjera Costa. Eksponent të politikës në Shqipëri kanë përcjell mesazhe urimi për Shqipërinë si një vend aspirant për integrimin në familjen e madhe europiane. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj publikoi një mesazh në Ditën e Europës për të nderuar të gjithë ata që ndërtuan familjen e bashkuar europiane. Begaj shkruan se sot Shqipëria është më afër se kur integrimit. Sot ne festojmë Ditën e Europës dhe nderojmë të gjithë ata që ndërtuan dhe bën realitet projektin e Bashkimit Evropian, i cili ka në zemër paqen, sigurinë, demokracinë, begatin, solidaritetin dhe lirinë. Shqipëria është sot më afër se kur për të qenë pjesë e familjes europiane, e gatshme për të shtuar projektit evropian, energjinë dhe vlerat e saj, shkruan Begaj. Edhe kryeministri shqiptar Edi Rama shkruan se Shqipëria është sot më afër integrimit se kur më parë. Mirëmëngjes, dhe në këtë ditë të Europës, ku Shqipëria është më afër se kur familjes europiane, ju uroj një fundjavë të mbar, shkruan Rama në postimin e tij. Ministri i Jashtëm Feri Toxha thotë se Shqipëria mbetet e përkushtuar ndaj rrugës së saj europiane. Shqipëria po vijon negociatat për antarësimin në Bashkimin Evropian që pas çeljes së tyre në vitin 2022, duke konsideruar integrimin si një nga objektivat kryesor strategjik të vendit. Gjatë viteve të fundit, fokusi ka qenë tek përmbushja e reformave të kërkuara nga Bashkimi Evropian, veçanërisht në drejtësi, luftën kundër korrupsionit dhe forcimin e institucioneve. Bashkimi Evropian mbetet një nga projektet më të rëndësishme të bashkëpunimit në kontinent, duke bashkuar 27 shtete rreth parimeve të paqes, demokracisë dhe zhvillimit të përbashkët. Pëson devijime projekti i rrethimit të qendrës eksperimentale në Shamogjin të Vlorës, një investim prej 161 milion lekësh që synon sigurimin dhe sistemimin e plot të perimetrit të kësaj zone. Zbatimi i projektit duket se po ngre pikpyetje mbi mënyrën e realizimit dhe përdorimin e fondeve publike. Një fond prej 161 milion lekësh u akordua për projektin e rrethimit të qendrës eksperimentale në Shamogjin të Vlorës, një investim që kishte si synim sigurimin dhe sistemimin e plot të perimetrit të zonës. Megjithatë, gjatë fazës së zbatimit, projekti duket se ka pësuar devijime nga plani fillestar, duke ngritur pikpyetje mbi mënyrën e realizimit dhe përdorimin e fondeve publike. Në një pjesë të territorit janë vendosur bariera mbrojtëse metalike, ndërsa pjesa tjetër e projektit është vijuar vetëm me tel rrethues të thjesht. Ky ndryshim ka sjellë reagime dhe dyshime lidhur me standardin e punimeve dhe përputhjen e tyre me projektin e miratuar fillimisht. 161 milion lek u shpenzuan për projektin e qendrës eksperimentale në Shamogjin që kishte të bënte me vendosjen e barierave mbrojtëse në këtë objekt, por duket se projekti ka devijuar rrugës. Kjo që ka të bëjë pikërisht me atë që ndodhet pas krave të mi, një projekt i nisur pikërisht me bariera mbrojtëse dhe mur të vendosur në një pjesë të tij, ndërsa më pas ka përfunduar në një tjetër zhvillim. Nuk dihet nëse vlera e përcaktuar në projekt 160 milion lekë të vjetra ishte përcaktuar deri në këtë pikë dhe më pas gjithçka shkruar me mjete rrethanore, apo kjo vlerë ishte për gjithë projektin. Sipas të dhënave, projekti ishte parashikuar të përfundonte brenda një afati 3 mujor,
por në dokumentacion nuk janë bërë publike qartë datat e nisjes dhe të përfundimit të punimeve. Po ashtu ende nuk dihet nëse vendosja barierave mbrojtëse do të vazhdojë dhe në pjesën tjetër të qendrës, apo nëse projekti do të mbetet i papërfunduar në formën aktuale. Mungesa e informacionit të detajuar dhe ndryshimet e konstatuara në teren kanë shtuar kërkesat për verifikim të projektit me qëllim garantimin e transparencës dhe llogaridhënies për fondet e shpenzuara. Edicioni 27 i Albania Open Grand Prix të dielën finale. Alket Islami, organizatori i eventit sportiv, thotë se gara është vendosur tek më të mirët në botë, ku gjithçka luhet për 1 centimetër. Çdo gjë sipas Islamit do të vendoset deri në raundin e fundit, ndërsa një rol i rëndësishëm luan dhe moti, i cili vështirëson garën për pilotët. Edicioni 27 i Albanian Open Grand Prix është në ditën finale. Alket Islami, organizatori i këtij eventi, thotë se kjo është një ndër garat më të rëndësishme sa i përket precizionit dhe saktësisë. Sipas tij, në ditën finale gara është zhvendosur tek më të mirët në botë, ku gjithçka luhet për 1 centimetër. Çdo gjë sipas Islamit do të vendoset deri në raundin e fundit, ndërsa një rol të rëndësishëm luan edhe moti, i cili e vështirëson garën për pilotët. Për paragliderists shqiptar me 8 cm diferencë nga kreu, gjasa përfituar ka vetëm Jonathan Islami, i cili synon të ngjitet në podium. Edicioni 27 i Albania Open PGA Grand Prix është një event që pothuajse është nga më të rëndësishmit në botë për sa i përket disiplinës precizionit dhe gjithmonë Vlora është mikpritëse e këtij eventi. Ne e organizojmë këtë event gjithmonë me hapjen e sezonit turistik dhe sot është dita e fundit të garës ku janë rezultate për ke më të mirët, ke rankimi më të mirëve në botë, pothuajse afër njëri tjetrit, luhet me nga 1 centimetër, do varet çdo gjë deri në raundin e fundit. Shpresojmë që sot të vazhdojmë fluturimet deri rreth orës 17:30 të mbasdites, atëherë është vënë nga komisarët e garës dhe deadline i fundit i fluturimit. Dikon koha dje ka qenë një kohë jo e përshtatshme, kështu që ne dje nuk fluturuam, sigurisht ndikon dhe ke pilotët, sepse sa më tepër raundet bëhen gara, aq më pik marrin në këtë kompeticion. E fort, siç e tham, tani biles në këtë moment jemi në gjysmën e garës, pra tani fillojnë të ulen dhe pilotët më të mirë në rankimin botëror, kështu që dhe gara dhe shumë e fortë sepse luhet me nga 1 centimetër. Për paraglidistët shqiptar, ndoshta me 8 cm Jonathan Islami ka hikur nga podi, çdo gjë mund ndodhi këto 3 raunde që mund bëhen sot, por të paktën ai po lufton që të ruajë vendin e parë në klasifikimin e përgjithshëm të kampionatit kombëtar që është në etapën e dytë këtu dhe mbyllet në Korçë në muajin nëntor. Pjesëmarrësit në garë kanë bërritur nga veten të ndryshme të botës dhe vlerësojnë organizimin si mjaft të mirë. Sipas tyre, kjo garë është tepër e rëndësishme për renditjen botërore. Garuesit shprehen shumë të lumtur që marrin pjesë në këtë kompeticion dhe veçanërisht ndodhen në Vlorë, ku shumë prej tyre garojnë për të disa të herë. Ata tregojnë se qyteti u pëlqen shumë dhe se kanë krijuar një lidhje të veçantë me Shqipërinë tashmë. From the UK, just south of London. This is an amazing competition. Kam ardhur nga Londra, kjo është një garë fantastike dhe është hera e 4 që marr pjesë. Organizimi është fantastik, përveç garës e shijojmë çdo moment sa herë që vim në Vlorë. Këtë herë kam frikë se nuk do të fitoj, por djali im po ecën shkëlqyer. Është hera e tij e dytë në Vlorë. E duam shumë Vlorën, kemi vizituar edhe Beratin dhe Korçën, por Vlora mbetet e para. Korçë, so yeah, we love coming to the Albanian competitions. In Albania Open I'm third the best competition in the world. Jam nga Polonia, në Albanian Open marr pjesë për herë të tretë, ndërsa në Shqipëri vi për herë të 6. Kjo është gara më e mirë në botë, me nivelin më të lartë. Ky është edicioni 27 e më i vjetri në botë. Organizatorët në vendet tjera duhet të mësojnë nga ky organizim. Sot nuk besoj se do të fitoj. Finish competition and everyone's happened now. It's lovely. We come here because we love Vlora, we love the atmosphere. Jam nga Spanja, është hera e 4 që vi në Vlorë, e adhuroj Vlorën, atmosferën dhe motin, edhe pse sot po bie shi. Kësaj here nuk kam ardhur për të garuar në formën time më të mirë, sepse sapo jam operuar, por për të shijuar atmosferën dhe qytetin. Just to start flying again and to be with my friends. Since 20 Jam nga Franca, marr pjesë në këtë garë që prej vitit 2021. Na pëlqen të vim këtu, është fantastike. Na pëlqen të takojmë pilotët e tjerë dhe organizimi është i shkëlqyer.
Do të më pëlqente të fitoja, por ka pilot shumë më të fortë në garë. Of very, very good pilots, so I do the best effort, but... Mbrëmjen e të shtunës do të zhvillohet ceremonia e madhe e ndarjes së çmimeve për fituesit në 2 kategori, femra dhe meshkuj. Të nderuar shikues, kjo ishte dhe gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 14 në Blu Televizion. Për zhvillime të mëtejshme, ju lutem të na ndiqni në rrjetet tona sociale, si dhe në faqen zyrtare Blu Televizion. Bashkë miru takofshi.